Përshëndetje të gjithëve. Fërkesë me mëlçi qenqi dhe speca do përgatisim ditën e sotme. Është një recetë që përgatitet për 10 minuta, 20 minuta do pjekjen dhe e kemi gati. Pa humbur kohë, fillojmë me njëherë nga përgatitja. Në tikan kam vendosur 500 gram mëlçi qenqi, i shtojmë 50 ml vaj ulliri dhe i lëm të skuqen. Ndërkohë që mëlçit skuqen, ne presim në pjesë të vogla një qep dhe 4 thelpinj hudhra. Vazhdojmë të presim qepën dhe më pas thelpinjt e hudhrës. Më bie dielli nga dritarja. Si e shikoni, mëlçit kanë filluar të skuqen, shtojmë qepën edhe hudhrat, i bëjmë një përzierje të mirë, i vendosim kapakun dhe i lëm edhe 5 minuta bashkë me qepën. Ndërkohë që qepa vazhdon të skuqet, ne këtu kemi 70 speca, janë këto specat e vjeshtës, janë të vegjël. Nëse do jenë speca të mëdha, mjaftoshim janë 3-4 copë. I presim në pjesë të vogla. Kam marrë dhe speca jeshil dhe speca të kuq. Vazhdojmë t'i soptojmë. Speca tashmë janë gati. I bashkojmë në tikan me përbërësit e tjerë. Edhe qepa, si e shikoni, është bërë transparente. Vazhdojmë t'i përzijmë. Ka ngelur një pjesë të mëdha. Ka kaluar thika, por nuk janë shkëputur. Vazhdojmë t'i përzijmë. Sërish i vendosim kapakun dhe i lëm 5 minuta të tjera. Në këtë moment i shtojmë kripën, më pak se një lugë çaji me krip, i grim piper të zi. Vazhdojmë përzierjen. I vendosim edhe për 2-3 minuta kapakun, derisa specat të zbuten. Shtuam 2 lugë të gjellës me verë të kuqe, e lëm deri në momentin sa avullon alkooli i verës dhe më pas shtojmë 3 lugë të gjellës me salcë tomateje. Shtojmë 1 lugë me miell misri. Mielli i misrit ndihmon që ajo yndyrna të depozitohet në sipërfaqe të tavës së dheut. Të përdor tavë palte ose tavë dheu. Shtojmë 5-6 lugë të gjellës me gjizë. I bëjmë një përzierje të mirë, derisa të krijohet një masë e njëjtë homogjene. Në fund fare shtojmë 1 gotë 200 ml me ujë. Nëse do më krip e rregulloni me krip, por kaq krip për mua është okay. I shtojmë këtë miksin e erësave. Do ta bëj pak pikante këtë recetë, duke i shtuar dhe disa fara speci djegës. I shtova edhe rigon, farat e speci djegës në fund. I përzijmë të gjitha bashk, e lëm deri në momentin sa të filloj të vloj dhe më pas e vendosim nëpër këto tavat e dheut. I shtojmë shumë pak vaj ulliri sipër dhe direkt në furrë për 20 minuta, 30 minuta, varet edhe nga furra juaj, në 220 gradë. Ja edhe në furrë që vazhdojnë të zjejnë ende. I kemi lënë të ftohen pak dhe i kemi gati për të konsumuar. Të dashur miq, kjo ishte edhe receta e ditës së sotme. Ju falenderoj që më ndiqni.